Unë në modelin ose në presupozimin e pjesëmarrjes në parlament, votimit, deklarova që ne votojmë dhe do votojmë vetëm ato ligje që kanë të bëjnë me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky ka qenë. Unë nuk thash se a do marrim apo s'do marrim, por unë thash në rast se ne marrim, ne do votojmë vetëm këto. Se ato nuk e vendosin atë vendosin forumet, do ketë diskutim forumet, do ketë, këto janë zgjedhjet. Këto janë farsë, nuk janë zgjedhje. Këto janë farsë elektorale. Janë farsë elektorale ndërkombëtarisht e damkosur si e tillë para se zhvillohen. E faktuar totalisht nga vëzhguesit ndërkombëtar në raportet e tyre paraprak. E faktuar. Pra, ky është realiteti sot. Zoti Berisha, ju thoni se janë zgjedhjet e reja përmes një qeverie teknike. Ju nënkuptoni një kërkesë për zgjedhje të parakohshme? Normalisht vetëm zgjedhjet parakohshme. Pa diskutim. Dhe si mund të realizohet? Si mund të realizohet? Qeveri teknike me një agjendë të përcaktuar, problemet që lidhen direkt me integrimin dhe zgjedhjet e lira të ndershme. Kjo është kërkesa jonë për cilën do të luftojmë me të gjithë mbështetësit tanë dhe të gjithë miqtë tanë në Europë dhe në botë. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Pyetja e parë, Zoti Berisha, në zgjedhjet e 11 majit, rreth 200.000 vota shkuan tek partitë e reja. Pra, duke mos preferuar as Partinë Socialiste as Partinë Demokratike. A janë këto vota 200.000 vota fars? Urdhë? A janë 200.000 vota që shkuan partive të reja fars? Më fali minutë. Kur thu zgjedhjet fars, ti nuk e thanë se çdo votë është fars. Jo. Kur thu zgjedhjet fars, zoti Stafa, thua që ky regjim ka përdorur ose ka zbatuar farsën elektorale në vend të zgjedhjeve demokratike. Dhe që ky regjim ka përdorur ka aplikuar farsë elektorale, nuk është se e them unë këtë gjë, por kjo është e dokumentuar, e certifikuar dhe e denoncuar nga 82 parti politike të Europës të qendrës djathtë. Më fal. Shkojnë Partisë Demokratike. Një sekond. Nuk merr mate, kam këtë unë. Në qoftë se regjimi shtetin e shënon në shtet elektoral, në që kuptim? Në kuptimin që përdor të gjitha burimet financiare të shtetit për të marrë zgjedhjet, siç ndodhi me 76 milion 100 euro për çdo pensionist, siç ndodhi me 200 milion falje të gjobave, siç ndodhi me miliona tërë që po i llogarisim për tërmetet, vazhdon historia e tërmeteve përsëri, siç ndodhi me 500 milion euro prokurime, siç ndodhi me 10 milion euro tjera asfaltime dhe zhavor, siç ndodhi me shpalosjen e sistemit të patronazhistëve të përbërë nga zyrtar, polic, oficer, gjykac, prokuror në mbar vendin, atëherë gara është vetëm fars. Vetëm me këto, gara s'është gjë tjetër vetëm fars. Por, nuk janë vetëm këto. Janë xhelatët, janë bandat vrasit serial. Dimension tjetër, i pamohueshëm, evident, i qartë për çdo shqiptar i kësaj farse. Pra, tani, në modelin e farsës ka një gjë. Modeli i farsë është ky. Në këtë model fiton gjithnjë diktatura.
s'fiton kur opozita. Dhe ai që mendon se mund të fitoj farsën, ai beson gënjeshtërën e tij. Ai që mendon se mund të fitoj farsën, beson gënjeshtërën e tij se ka një histori botërore farsa. Pa thënë pastaj kontrollin e tmerrshëm mediatik. Ju e keni pa. Ju e keni pa. Janë faqet tëra që u kushtohen kontrollit qeveritar të medjave, censurës. Dhe gjëja më e rëndë, ja u thëmu ju se ju një tri, nuk keni jetuar në diktaturë. Jo, shumë fat mirë keni patur. Po gjëja më e rëndë e njeriut është autocensura.